fillimisht vish po du me potencu se kur jeni nis ju më orë mëngjes të ju e dini për shkakin e orë. Do me mbulu konstituimin e kuvendit, edhe pritni që kjo me ndodhë, si që edhe po presin qytetarët jashtë. Njëjtë muj me full në emën të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, që kur jemi zgjuar mëngjes na kemi orë për me votu. Kjo zoja në fjollë që ishte këtu para meje, përfshi dhe deputetët që u prononcuan para jush sot në emën të subjekteve politike, asë një për tyne nuk dimi ju kallëzu pse kanë orë sot, nëse s'votojnë. Pse janë qu, mëngjes, janë vesh, janë dreqe dhe vinë, ullën në ullëse të kuvendit të Republikës edhe nuk votojnë. As për, as kunder, as nuk abstenojnë. Cili është funksioni një deputeti që quhet mëngjes vjena dhe shkon të shtëpia pa e lon shej kërkon heq. Unë mendoj që të pyetët më abo. Se cili për jush do të më kërku përgjegjësi për deputetëve. Këta po thonë është përgjegjësi e lëvizjes vetëvendosje. Dakord, jemi përgjegjës të gjithë për konstituimin e kuvendit me qenë se hisëdor. Në kryesinë e kuvendit janë gjithë subjektet politike. Mirë po, të gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje po vinë edhe po votojnë për. Ç'kjo është puna jone? Njëri do të me votu edhe deputet opozitës për me konstitu kuvendin. E pastaj te qeveria, aty motët kush e ban qeverinë, aty duhet kompromise, me qenë se kushtetuta nuk e ka përcaktu kush ose kujt i takon qeveria. Përveç se fituesit, herën e por, edhe nëse ai mrena dy ove mrin me i bo numrat. Po te kuvendi është e qartë, thuhet ju takon 3 subjekteve më të mëdha, fituesit e 2 partive tjera, dytës dhe tretës dhe 2 përfaqësues prej komuniteteve pakicës. Prandaj, edhe njerë, duhet me pos një arsye kur deputeti quhet edhe vjen punë, edhe nuk e ban punën e vet, edhe kjo është jo përgjegjësi totale e secili deputet që vjen këtu ulet dhe shkon në shtëpi pa votu. Edhe e fundit uroj e shpresoj që gjykata kushtetuese të del sa më shpejt me vendim, për shkak se për neve tani më është e qartë që votimi i fshet është një nga alternativat dhe për më tepër është shumë e rëndësishme për qytetarët e Republikës me kuptuar që është hera 27 që nuk votohet komisioni. As janë ato votuas për Albolenën. Një komision deputetët e opozitës vinë këtu dhe refuzojnë për 27 herë me votu komisionin. Kështu që për neve na vjen shumë keq, po mendoj që lëvizja vetëvendosje është e përgjithshme, po vjen, po voton, pa përgjegjësia totale bie mbi deputetët e opozitës, të cilët vinë këtu për 35 herë me radhë dhe refuzojnë me marrë pjesë në votim. Faleminderit. Na presim aktgjykimin, s'po du me paragjyku se çka duhet me pos, për shkak se unë mendoj që nuk ka substancë aty, për shkak se s'ka vendim. Megjithatë, na do ta presim aktgjykimin edhe do ta respektojmë atë, po deri atëherë nuk ka asnjë arsye, me qenë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thotë që mund me pos votim të hapur ose edhe mundësinë të fshetë. Pra, mundësia e votimit të fshetë na jemi te komisioni. 27 herë deputetët e opozitës vinë këtu nuk e votojnë komisionin. Ta votojnë komisionin, pastaj e kanë mundësi me votu edhe kundër siç kanë votuar me votim të hapur, e pastaj kthehemi edhe te votimi i hapur. Po është një procedurë që kemi mbet ngërç, edhe do të thotë ngërç konstituimi i kuvendit ka mbet si pasojë e mosvotimit të deputetëve. Kështu që me të dol aktgjykimi, na do ta shikojmë atë dhe do të marrim vendim krahas vendimit që na vjen. Për ne është e qartë, dhe po besoj për qytetarët, po edhe për juve si gazetor. Hisëdor në kryesinë e kuvendit është lëvizja vetëvendosje, PDK-ja, LDK-ja dhe 2 përfaqësues nga komunitetet pakicë. Do të thotë na takon këtë neve me konstitu. Na po vime dhe po votojmë. Na po e mundsojmë atë. Pa mundësia po vjen si pasojë e deputetëve të opozitës. Sigurisht se konstituimi i kuvendit po vonon shumë punë tjera, po kjo nuk e ndol qeverinë në punë që të bo, për shkak se na kemi qeveri, kemi polici, kemi ushtri, gjitha institucionet tjera janë funksionale, përveç kuvendit të Republikës që ka mbet në ngërç për shkak të mos votimit të opozitës. Edhe unë jam dakord me juve që ta zhbllokojmë situatën sa më shpejt, po kjo pyetje duhet ju bëhet deputetëve të opozitës që po vinë s'po votojnë, s'marrin pjesë në votim. Do thotë një deputet i opozitës që del fol ju para jush, më apo pyetin pse ke ardhur. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, edhe unë edhe ti edhe këtë këtu bashkë dim që thotë mundet më bo votimi i fshet edhe i hapur. Për më tepër nuk është tu votu një komision zgjedhor që ban administrimin. As komisioni s'janë tu votu. Prandaj, a është antikushtetuese, për shkak se njëjtja aktgjykim thotë, çdo deputet është i obliguar të votojë për
kundër ose të abstenoj. Atë minut që deputetët nuk votojnë, e për 27 herë rodhazi nuk kanë votu, atë janë të shkel kushtetutën. Aktë gjykimi i gjykatës kushtetuese thot që ata duhet me bërë pjesë në votim. Ta është normal që na sistim ata me votu me zor. Kurse, soj përket sanksioneve, ta është mos të kthejmë të sanksionin se na e dim se i kemi morë, që janë të padrejta. Fillimisht sanksionin të javnu për shkak të luftës të strukturave paralele e terroriste në veri të vendit. Nëse dikush menon që do të me i kthy strukturat paralele për me i hek në mosat, na kur s'kthehemi në atë pikë. Nuk ka qytetari i Republikës që thot ka që keni bo. Domethënë, gabim ka qenë BE-ja që i ka vënë sanksione, në këtë rast zoti Borrell, i cili po ashtu ka po thirrje që të heken, dhe siç e dini tash BE-ja veç ka lajmëruar që mosat janë në hekje e sipër, e për më tepër është e padrejtë pse janë vu ato. S'do të më ulturi deputet, sikur zonja Kadria këtu që del e thot jemi në sanksione. Po sanksionet janë vu padrejtësisht ndaj Kosovës, ku na kemi bërë luftën kundër terroristave, strukturave paralele të Vučićit në veri. Edhe kjo është punë e kryer, ajo punë s'kthehet më, edhe po besoj se cilë qytetari i Republikës, përfshi edhe komunitetin serb, janë krenar që jetojnë ma lirshëm sot prej punës mirë të policisë së qeverisë që është bërë në të hapësirë. Soj përket energjisë për mu më vje keq për propagandën që bëhet, del Keku me njoftim që është kompani publike, edhe tregon që nuk ka kolaps energjetik. So për informatën tuaj, bloku B2 është në riparim, ku kjo qeveri ka ndo 60 milion euro me një kompani amerikane General Electric për me bërë riparimin ose për me mënu turbinat të reja. Sikur këta që dolin edhe vajtojnë këtu, ti këshim bo këtu riparime ma herët, nësë do ta këshim këtë problem. Pro këtë borën e kalon neve, për më tepër nuk du të harru që 100 milion euro investim është të panelet solare në KEK, 100 milion euro e keni anë kondin publik që e ka fitu një konsorcium i kompanive ndërkombëtare, e keni 150 milion euro investim të turbinave me erë, e për më tepër, po besoj që kjo qeveri, sigurisht se borra për na bje neve të problemi energjisë, për shkak të investimeve që do të mi bo që s'janë bo më herët, por nuk mënët me u ardhë, me u anku, sikur që e bën edhe me ankondin konsorciumit, se kinë se ka pos probleme aty të kreditimi, ose garancia që qeveria ka dhënë për kreditim, pa harru këtu, që në vitin 2013, sa për informacionin tuaj me qenë se po hinan këtë tem, kompania Devoli, ju ka caktu çmimi pe bordit të zëres, me morë me 138 euro për më na shit neve shtetit megavotin. E tash aty edhe inflacioni ka qenë i përfshim në kontroll, sot ka shku 160 euro. Pro, Devoli neve na shet 160 euro, edhe kjo kontroll ka qenë atëherë, nuk u bo asnjë zhurmë. Kur e fitoi konsorciumi, tash me kompaninë ndërkombëtare, përfshi një kompani shumë e respektuar shqiptare në Zvicër, Orloti, me 48 euro, dule dhe u bo lajma gjithandej se ko probleme dhe kishe po vjedhet me rrymën. Këtu janë ketë propaganda opozitës, po qytetarët e Republikës nuk i besojnë më këtyne kësoj propagande, përfshi këtyne që kanë qenë përgjegjës e që s'kanë bo asnjë investim të vetëm në energji, e tash po na bje borra neve, për me vnu turbinat e reja, me investu 60 milion euro, për shkak se s'janë bo më herët. Prandaj edhe njerë po tham, gjithë shka rreth energjisë është propagandë, përfshi këtu konsorciumin që përmena më herët, ko është fitu me 48 euro, derisa Devoli e shet shtetit me 160 euro, e njëjta kompani delën kohët, s'po do me do në tregun e lirë, se e ko shtajt me 80 euro. Është hipokrizi, po fatmirësisht, ky popull, ky vend mon men pak më shumë se që mojnë men opozita, edhe si pasoj, unë menoj që gjenin ku janë sot, është përshkak këtë qeverisis edhe mungesës e investime që u bodi sot. Faleminderit shumë.